Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë. Nëse vuani nga artriti, mos i fusni në gojë këto 5 ushqime. Ekspertët thonë se njerëzit që vuajnë vazhdimisht nga artriti duhet të përpiqen të kufizojnë ndjeshëm edhe konsumin e ushqimeve të cilat nxisin inflamacionet në shëndetin e tyre, pasi kjo është mënyra e vetme për të përmirësuar shëndetin e kockave. Inflamacioni është një reagim i imunitetit ndaj toksinave dhe lëndëve të huaja që hyjnë në trup. Qëllimi është që të ndihmojë trupin të eliminojë këto substanca të huaja dhe të riparojë gjithashtu edhe dëmet e shkaktuara në shëndetin tuaj. Inflamacioni kronik ose sistemik është i dëmshëm sepse trupi edhe sulmon vete. Inflamacioni mund të prekë gjithashtu enët e gjakut, madje edhe trurin. Inflamacioni kronik mund të prekë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar dhe akoma më shumë të nxjisë edhe shfaqjen e shumës sëmundjeve. Bëhet fjala për sëmundjet e zemrës, sindromin metabolik, Alzheimerin, depresionin e të tjera. Për të ndihmuar më mirë në menaxhimin e këtyre shqetësimeve, duhet të pasuroni dietën tuaj me produkte të cilat ju ndikojnë në drejt për së drejti në menaxhimin e shqetësimit të artritit dhe duhet të evitoni sa më shpejt të mundur ushqime të cilat kanë ndikime negative. Betejë kundër shumës sëmundjeve përfshin edhe artritin dhe mund të nisë pikërisht nga tryeza juaj, e cila mund të ndikojë edhe në shfaqjen e shqetësimeve të forta ose në lehtësimin përfundimtar të tij. Alkooli përkeqëson inflamacionin në trup, sidomos nëse e pini atë një herë ose 2 herë gjatë çdo vakti. Mund të nxjisë shfaqjen e problemeve të artritit dhe të ndikojë ndjeshëm në krijimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët rekomandojnë në kufizimin e ndjeshëm të tij për të mbajtur nën kontroll edhe problemet e artritit. Gjithashtu, sipas të dhënave, buka e bardhë është një burim i madh i karbohidrateve të përpunuara, të cilët mund të ndikojnë ndjeshëm në shfaqjen e shqetësimeve tuaja të artritit dhe përkeqësimin e simptomave të tij. Në vend të bukës të bardhë, është më mirë që të zgjidhni drithra të plota që janë të pasur me fibër, vitamina dhe minerale. Sheqeri mund të nxjisë inflamacionin dhe së bashku me qumshtin edhe mund të përkeqësojë gjithashtu simptomat tuaja të artritit. Prandaj duhet të jeni më të kujdesshëm me përdorimin e tyre. Ekspertët janë kundër konsumit të rregullt të akulloreve pasi ato përmbajnë edhe elementë të cilët ndikojnë në shfaqjen dhe në përkeqësimin e simptomave tuaja. Njerëzit që vuajnë nga artriti duhet të qëndrojnë larg edhe nga patatet e skuqura. Ato përmbajnë acide yndyrore omega 6, që nxisin inflamacionin dhe përpes tyre janë me karbohidrate të përpunuara dhe më shumë krip. Këto pije janë plot e përplot me sheqer dhe substanca të tjera që ndezin inflamacionin dhe shumë fishojnë gjithashtu edhe dhimbjet e shkaktuara kryesisht nga artriti. Në vend të pijeve të gazuara ju mund të pini çaj ose edhe të konsumoni më shumë fruta. Këto karbohidrate të përpunuara janë plot me krip dhe shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të imunitetit tuaj. Ato i irritojnë dhe inflamaciojnë dhe shkaktojnë dhimbje te personat që janë të prekura nga artriti. Mishi i kuq do të rrisë inflamacionin, sidomos kur prekeni gjithashtu edhe në një masë të madhe nga këto shqetësime. Ekspertët thonë se njerëzit duhet të shmangin sa më shumë konsumin e këtij mishi. Margarina është e mbushur me yndyrra artificiale të cilat ulin kolesterolin e mirë dhe rrisin atë të keq. Në vend të kësaj yndyre zgjidhni ato të shëndetshme siç janë avokadot, arrat dhe farat e linit. Për të përmirësuar nivelet tuaja të shëndetshme kundër problemeve dhe shqetësimeve të artritit, atëherë duhet të pasuroni dietën tuaj me produkte sa më natyrale, të cilët do të sjellin edhe një menaxhim më të mirë të problemeve të artritit. Nëse po vuani nga dhimbjet e artritit, zgjedhja dhe konsumi i ushqimeve të duhura mund të funksionojë për të lehtësuar kështu edhe dhimbjet e tyre. Studimet vazhdojnë, megjithatë shkencëtarët kanë zbuluar se ushqime të caktuara mund të lehtësojnë inflamacionin dhe dhimbjen e lidhur me artritin, citon Andrea Dunn, dietolog i klinikës Cleveland. Nëse jeni gati për të zgjedhur produktet më të mira natyrale për të menaxhuar më lehtë shqetësimet e artritit,
atëherë duhet të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund. Duhet të shtoni në dietën tuaj salmonin, sardele dhe skumbrin. Këto lloje të peshqve janë të pasur gjithashtu me acide yndyrore omega 3, të cilët do të sjellin rezultate të kënaqshme pozitive edhe në menaxhimin e shqetësimeve tuaja të artritit. Ekspertët thonë se 2 racione në javë mund të ndihmojnë në lehtësimin e problemeve tuaja të kyçeve. Çaji jeshil është një tjetër zgjidhje efektive që do ju ndihmojë në lehtësimin e problemeve tuaja të artritit dhe do të sjellë rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj. I pasur me lëndë ushqyese dhe antioksidant, çaji jeshil njihet për uljen e inflamacionit. Studimet e kryera të kafshët kanë treguar gjithashtu se mund të ndihmojë edhe në lehtësimin e problemeve tuaja të artritit. Çokolata e zezë është një tjetër produkt i rëndësishëm për shëndetin tuaj, që mund të sjellë rezultate të kënaqshme pozitive. Një ushqim i lartë me antioksidant ku studimet kanë treguar se mund të lehtësojë ndjeshëm inflamacionin. Blini produkte që kanë në përmbajtje të paktën 60% kakao. Sa më e lartë jetë përmbajtja e kakaos, aq më pak sheqer do të përmbajë çokolata. Vetëm i konsumoni me moderim për të limituar yndyrnat e ngopura, madje dhe kaloritë. Frutat e pyllit gjithashtu janë një produkt ideal për njerëzit që kanë edhe shqetësime të artritit, pasi do të sjellin rezultate të kënaqshme në shëndetin e tyre. Frutat e pyllit janë të përmbajtjes së lartë të antioksidantëve. Ato janë sidomos të mira nëse po merrni ilaçe për artritin, sepse ato përmbajnë gjithashtu elementë ushqyes të rëndësishëm. Ato përmbajnë fibra dhe këto fruta ndihmojnë gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve tuaja kundër artritit. Pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do ju ndihmojë dukshëm në menaxhimin e shqetësimeve nga problemet që lidhen kryesisht edhe me artritin. Gjithashtu në dietën tuaj për të përmirësuar sa më mirë shëndetin tuaj mund të përfshini edhe mollët. Ky frut është i pasur me antioksidant të rëndësishëm që do të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj dhe do të sjellin në rezultate të kënaqshme në menaxhimin e shqetësimeve tuaja kundër problemeve të artritit. Në dietën tuaj mund të shtoni vajin e ullirit. Përpiquni që llojet e tjera të vajit t'i zhvendësoni me vajin e ullirit, i cili ka përfitime të mira maksimale në dobi të organizmit tuaj. Gjithashtu, vaji i ullirit ka një balancë të mirë të yndyrnave omega, të cilat janë lloje esenciale të acideve yndyrore. Për më tepër, studimet kanë treguar se ato kanë në veti elementë të cilët janë oleokantal që kanë përfitime të mira anti-inflamatore. Edhe frutat e thata janë një zgjidhje mirë ushqyese për personat që vuajnë vazhdimisht nga shqetësimet e tyre kundër artritit. Të gjitha llojet e frutave të thata janë të larta në proteina dhe të ulta në yndyrna të ngopura dhe nuk përmbajnë kolesterol ndryshe nga proteinat shtatzore. Ndryshe nga produktet shtatzore, frutat e thata janë një burim i mirë i fibrës. Zgjidhni frutat e thata të cilat janë një burim i lartë i fibrës, siç mund të jenë edhe ato të pakriposura, të cilat do të sjellin rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Xhenxhefili gjithashtu, edhe shafrani indis mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në këtë rast. Këto erëza kanë veti të mira anti-inflamatore. Studimet kanë treguar se përbërësit kimik të këto erëza mund të lehtësojnë gjithashtu shqetësimet tuaja të inflamacionit. Konsumi i salcës është një mënyrë shumë e mirë për të rritur gjithashtu edhe përfitimet tuaja ushqyese edhe për të përmirësuar më mirë shëndetin tuaj të nyjeve. Është e rëndësishme që nëse keni edhe shqetësime të ndryshme të dhimbjeve të artritit për një kohë të gjatë, të mos i neglizhoni, t'i adresoni ato sa më shpejt jetë e mundur tek mjeku përkatës për të evituar kështu edhe komplikacionet që mund të lindin edhe në shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që her pas here të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo ndryshim që mund të keni në shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.